Mësimi momental apo mësimi gjatë gjithë jetës? Jënë dy terme. Mësimi momental i referohet kur sot duhet në informat, duhet në shkallësi. Ti sot i ki krejt botën, dorën tone, përdor inteligencën artificiale, përdor veglja tjera, hinë në mëson edhe i rregull. Mësimi gjatë gjithë jetës, qka është? Ti, si profesionist, i din mangësit tua, edhe gjatë gjithë jetës i përditson ato shkallësi. Tash, ka njerëz që thojnë, pse mu lodh me mësu, kur të mduhet e mësoj në rregull. Në parim, mundë me thonë që ndoshta o shut. Mirë po, pse nuk është e sakt? Për shkak se, nëse ti mëson vetëm kur të duhet, nëse nuk të duhet, ti nuk e din që e ki, dhe me këta çka bën? E myt inovacionin, e myt përparimin. Pra, mësimi gjatë gjithë jetës është më e mira. Kështu që, çka mendoni për këta? Komentoni, shkruni, e bojmë edhe pjesën e dytë.